Se trupi juaj shfaq këto shenja, keni mungesë të vitaminës C. Nëse konsumoni një dietë të balancuar, është më e thjeshtë që të merrni sasinë e duhur të vitaminës C. Për femrat në moshën e rritur, sasia e nevojshme është 75 mg vitaminë C në ditë, ndërsa për meshkuj 90 mg në ditë. Trupi juaj nuk prodhon vitaminë C, kështu që duhet të merrni atë çdo ditë nëpërmjet ushqimit. Ja disa shenja që tregojnë se vitamina C është e ulët sipas WebMed në trupin tuaj. Gjakderdhja nga unda mund të jetë një shenjë mpikse së gjakut dhe gjithashtu kjo mund të rezultojë në mungesë të vitaminës C. Shtimi pa kontroll në peshë mund të jetë për shkak të lidhjeve të vitaminës C të dobët me sasinë e yndyrës së trupit. Lëkura e thatë, imuniteti i dobët, humbja e theksuar e shikimit, gjithashtu mund të jenë të lidhura me këtë mungesë të kësaj vitamine. Nëse keni çrregullime makulare të lidhura me moshën, mund të përkeçohen më shpejt nga sa e mendoni nëse nuk keni sasinë e duhur të vitaminës C në trupin tuaj.